Në realitet, si onkolog, a ka diçka një kur parandaluese, si që është për shembull vaksina e HPV-s, që është goxha parandaluese? A ka diçka të tillë që pacientët me thonë, okej, unë po e marr shtombre se... Jo, nuk mund të themi për trajtimin onkologjik se kemi sikur që jepen vakcinat me kalendar të imunizimit të populata e shëndetshme, quhet kështu, populata e shëndetshme, për prevencë, për parandalim. Ato janë vakcina që jepen për parandalim, për mos me u zhvillu X sëmundja. Kurse nuk mund të themi se këto vakcina që po përmenden, që kryesisht janë ARN, do më thonë me një messenger mrenda që la përcjell informacionet ato proteinike, dhe si të tilla ato përdoren si të veçanta të X patologjit. Për shembull, te melanoma, për shembull është në fazë të studimit, së bashku e kombinuar një vakcinë e tillë, e kombinuar me një imunopreparat. Në këtë rast me pembrolizumab është përdorur në studimet e fundit dhe ka dhënë rezultate të themi kështu të ndjeshme, të mira, krahasuar me kur është dhënë te kategori e atyre pacientëve të zgjedhur kur është përdorur vetëm pembrolizumab si vetëm. Domethënë kur është kombinu kjo vaksinë me këtë imunopreparat, rezultatet kanë qenë shumë më të mira. Edhe vazhdimisht, domethënë edhe vazhdimisht po punohen këtë drejtim në studime që të gjenden, të identifikohen, të zbulohen, të prodhohen këto vaksina me këto mekanizma që i përmendëm, po asnjëherë nuk mund të themi se ekziston një vaksinë e tillë e cila kish me u dhonë në masë për me trajtu kancerin e përgjithësi.